Kandidatja demokrate për Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, ka vijuar takimet me banorët e lagjes nr. 5 në qytet. Qytetarët janë ankuar Dumës për mungesën e madhe të shërbimeve, ndërsa biznesi për taksat e larta dhe rënien e fuqisë blerëse. Çdo ditë është mirë. Unë jam gati në falimentim. Si unë janë shumë njerëz, taksat janë 2 fishu. Taksa si përfaqës në pëlqeu kur e deklarove që do ulësh. Taksat e vogla këtu pa tjetër do shkojnë në kufit limit, se besoj vetëm ke zhvillimi ekonomik me taksat vogla. Pa diskutim. Merr dhe Valjushi që sot është kundërshtari edhe rival jot, dhe i tash do shë mendimin dhe të fali libri. Cili është libri i fundit që ke lexuar? Është i çizuar. Po tallesh me mua. Atëherë po pyes cili është vendi i fundit që ke lexuar. Nei s'ka libra, për mua shikoj. Kandidatja për Bashkinë e Durrësit bashkëbisedoi dhe me gratë e një biznesi fason në Durrës. Ajo siguroi se paketa bashkiake e subvencionimit do paguajë sigurimet e grave në nevojë dhe të rinjve të sapo punësuar duke sjellë një shtesë në rrogë, të paktën me mbi 20.000 lekë të vjetra në pagat minimale. Është detyrim i çdo qytetari të paguajë ujë, drita, taksë. Pra mo do të bëj punësim. Zam shembull, një shembull konkret. Unë shtëpi me shëra me 2 fëmijë vetëm unë punoj. Atëherë unë me rrogën time çfarë do të bëj? Rastin e të rinjve dhe të rejave do të subvencionojmë me paketë sigurimesh. Duhet domosdoshmërisht një rritje rrogash.